Hygerta, me një gjest të vogël por plot domethënie, i bëri një zemër me shigjet ludos. Nuk ishte thjesht një shaka apo një lëvizje pa menduar, ishte një shprehje e natyrshme e afrimit që kishte lindur mes tyre. Gjesti u bë me lehtësi, me buzëqeshje dhe pa zhurmë, por ndikimi i tij u ndje menjëherë në ambientin përreth. Ludo e priti me një reagim të qetë dhe të ngrohtë, sikur ai gjest të ishte diçka krejt normale mes tyre. Mes të dyve kishte një harmoni që nuk kishte nevojë për fjalë të mëdha. Ishte ajo lloj lidhjeje që shihet në mënyrën si shikohen, si qëndrojnë pranë njëri tjetrit dhe si e mbështesin njëri tjetrin në situata të vogla të përditshme. Por jo të gjithë e pan këtë moment me të njëjtën qetësi. Alba, që ishte aty pranë, e pa skenën me inat dhe xhelozi të dukshme. Sytë e saj u ngushtuan dhe fytyra i u ngurtësua për një çast. Nuk tha asgjë, por heshtja e saj fliste shumë. Për të, ky gjest nuk ishte i pafajshëm, ishte një sinjal që Hygerta dhe Ludo po forconin gjithnjë e më shumë lidhjen e tyre. Xhelozia e Albës nuk vinte vetëm nga ai moment, por nga një ndjenjë më e thellë, nga fakti që disa afrime ndodhin natyrshëm, pa strategji dhe pa imponim. Ndërsa disa përpiqen të krijojnë vëmendje, të tjerët e marrin atë thjesht duke qenë vetvetja. Dhe kjo është ajo që shpesh e bën xhelozin edhe më të fortë. Atmosfera u mbush me tension të heshtur. Hygerta vazhdoi të sillej natyrshëm, pa u ndalur te reagimet përreth, ndërsa Ludo qëndroi pranë saj, i qetë dhe i sigurt. Alba, nga ana tjetër, u tërhoq paksa, duke mbajtur brenda ndjenjat e saj, por pa arritur t'i fshehë plotësisht. Ky moment i vogël u kthye në një pasqyrë të qartë të dinamikave brenda shtëpisë. Një gjest i thjesht mund të krijojë reagime të forta, sepse në Big Brother gjithçka shihet, gjithçka interpretohet dhe gjithçka merr kuptime më të mëdha se vetë veprimi. Dhe ndërsa disa ndërtojnë lidhje me qetësi, të tjerët luftojnë me ndjenjat e tyre, duke e bërë lojën edhe më të ndërlikuar.